Na trego pak edhe këtë pjesën, këto anën familjare. Këtu pak kam gabuar unë jetë, si e re, sepse jam martu në moshën 18 vjeçare, dhe nuk kam pa tjetër dashuri, tjetër bukuri, si që kam pa të burim. A i ka qenë me të gjitha ato të mirat e një beqari 19-25 vjeçar. Në atë kohë, do më thonë, ishte dashuria e parë, edhe që atë shumë e kemi zhvillu, jemi bo shok të jetës. Mirë po, unë për veti, si i gbale, kisha gabu një jetë. Kisha gabu sepse kam dash ta kem burrin ma të mirë, shtëpin ma të mirë, edhe kam pas shtëpin ma të mirë në Prizren. Vetëm një tavolin me 12 karika ka qenë 12.000 euro. Në atë kohë, me stilin barok, gjerman. Kam pas në xhemjen qendrore ku mjeshtri për herë të parë tha e kam bërë në Kosovë, nën tokë. E tjera, shtëpin ma të mirë, burrin ma të mirë, burrin prej familjes ma të pasur. E kam dasht me qenë familjet e mi ma të mirë. Edhe kam shërby, i kam shërby me shpirt, burrit, shtëpis, pastërtis. Emrit besa, unë do t'jem ma e mira, unë do ta pasqyroj bindjen time fetare me veshjen time, e tjera, por këtu i kisha bo këto gjitha gjanat krejt për egon time. Po këto e kam kuptu, kur më ka ndru jetë djali, edhe djali vogël, 18-19 vjeçar, kur ishin të dytë, do më thonë djali vogël është ende në jetë, elhamdulillah, falë Zotit, edhe kur ai më tha, më tha, unë e du, tha, privatsin time. Sho, djali jem tash të jetë 8 vjeçar, çka po të mungon tash? Gjithë këtë standarde kam bo për juve. Jo, tha, unë nuk është që nuk jam i kënaqur, unë këtu do t'jem edhe çdo ditë që se ke nevojë, po e du privatsin time. E mur banesën, dul me qira, e mur të fejuarën e vete, e tjera. Tha, oj mam, po tha, ti e ke kriju, gjithë këto, tha, na ke thonë të gjitha kushtat, çdo kush e ka pas dhomat e veta, e tjera, po tani, po du, tha, privatësim time, tha, ti krejt këto çka i ke bo për veti. Ua, më vetë disoj gjitha jo dashurin ndaj fëmijëve ma këthyn shpinën. Në atë aspektin, jo ma këthyn shpinën për të keqe, po ata që të vazhdojnë jetën e vetë. Ndodhi rasti, gjitha jo bukurie shtëpis atje që i kisha në Prizren, thash, ja. Këti luksit kam ja dhënë fundin, sepse kur ndishin motrat e mia, familjarët, shoqet, ato ndishin si të shumë të varfëra në krahasim me luksin unë që kisha. Erdha në Prishtinë dhe e bona një standard normal.